E falenderojmë Allahun, salavatë dhe selam i dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema e rodhës edhe fundit se përket kursit rifillimi për çështjen e shpjegimit sehrit është se personi masi që e ka lutur Allahun subhanahu wa taala që me a mundsu me kuptu a është i prekun prej sehireve edhe i ka posë ko prej shenjave cilat tregojnë se ai është i prekun, po ashtu edhe gjatë rukjes ka posë shenja, edhe ka shumë elemente cilat tregojnë rreth kësaj, atëherë cila është metoda që ai duhet me kërku shërimin tek Allahu subhanahu wa taala. Por trajtimi i kësaj fillimisht është me rukje. Pra qoftë nëse ai ka mundësi me knu vetit ajetet cilat përmendet sehri, edhe me i përsërit ato vazhdimisht, me lexim Kur'anit, edhe duke i përsërit ajetet e sehrit, edhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala për shërim. Ose nëse është një gjendje cila është e rënë, ose ka rrethona ngjashme, ose situata, ose gjendjen cilat ai nuk mundet me i bo vetit rukje, me knu vetit Kur'an, edhe nuk mundet me lutë Allahun subhanahu wa taala që me shëru Allah azza wa jall, qoftë është pavedije ose situata tjera caktume, atëherë i lejohet atina që me shku tek hoxha edhe me knu Kur'an atij. Por me kusht, edhe kjo është një prej sekreteve që Allahu me i dhon atij sukses që me u shëru prej sehrit, me lejen Allahut është që mos me e lidh zemrën me rukjegjin, por me e di se është thjesht një shkak. Edhe ai i cili dën që me shëru personin prej sehrit është veç Allahu subhanahu wa taala i cili jep sukses. E pora është rukja. Ose mundet edhe me i lexu vetit, ose mundet edhe me i dëgju vazhdimisht ajetet ku përmendet sehri, ose edhe me dua, qysh e ka lutur Allahu subhanahu wa taala, qysh e ka lutur pejgamberi sa Allahu azza wa jall, që me ja mundsu me kuptu se çka ka pas. Disa tjera mënyra të lejushme është se i lejohet muslimonit me lut Allahun me këmbgulje, që me ja mundsu me kuptu ku është veni i sehrit. Mënyrë që kë me kuptu mënyrën që ka pas sehri, edhe me lejnë Allah të zëll me prish, ose me shkatrua seher. Po ashtu i lejohet muslimonit gjatë kësaj procesit kërkimit shërimit edhe hijamja, e cila është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilën ka inkuraju pejgamberi alaihi salam. Madje në natën e Isras dhe Mirajit, në çdo qiell që është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melekët e kanë këshilluar dhe i kanë thonë që umetet me bo hijamën, për shkak dobive të shumta të cilat ka. Edhe shpesh herë ndodh që seri është u bu në një vend caktuar, edhe don Allah subhanahu wa taala pastrohet personi prej serit përmes hijamës. Tjetra është, e cila është e përgjithshme, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë se uji i Zemzemit është për atë gjë e cila pijet. Pra varësisht për nitit cilin e ki, varësisht për kësaj, Allah subhanahu wa taala ta pranon lutjen me nitin që ti e bën. Në këtë rast, një person i cili tregohet për të jenë shejat edhe është bo e dishme të ka që është i prekun për sehrit, atëherë para se me piju në Zemzemit, si pas një grupi djetorëve, si pas disa tjerëve edhe masit e pen, i lejohet atina me u lut që Allah azza wa jall me shëru për sehrit, edhe me pi ujin, ose e pin ujin e Zemzemit edhe masanina lutet, për shkak se në këtë rast lutja e tij pranohet. Një tjetër metod është që shka orë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me hongër çdo mëngjes 7 hurma agjova. Pra është lloj veçantë i hurmave kë. Nuk vlen për çdo lloj hurme. Edhe për atë ditë ky person ka me qenë i mbrojtur prej sehrit me lejen e Allahut azza wa jall.
Një metodë tjetër që lejohet me bo është edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me u ly ose para gjumit me vaj ulliri. Sidomos kur i nën Kur'an vaj të ullirit, atë që edhim për Kur'anit, qoftë surën Fatiha, qoftë edhe surën Ikhlas, pra që është popullin ju si kul huwallahun, ose surën Falaq, ose surën Nas, e kënon edhe lyhesh me ta me vojën e ullirit, për arsye se ka ardhur argument për këtë se ajo është prej një pemë të bekume. Edhe dihet që Allah subhanahu wa taala ka përmend ullirin edhe në librin e tij. Një tjetër metodë është edhe me u lo ose me u pastru me ujin e knum, për cilën dëshmon ajo khibra ose përvoja e shumë njerëzve që ka dosht Allah subhanahu wa taala dhe janë shëru prej sehrit me lorin e shpesh tyne, me pastrimin e shpesh prej ujit knum. Mirë po në këtë trajtim, këtu janë cilat të përmenen të lejume, të puna e metodave të kërkimit të loqit të ka Allah subhanahu wa taala për me u shëru prej sehrit. Po ko metoda cilat janë ndalume, edhe pse personi ko seher, nuk do me thonë që lejohet ati zjo me bo. Për tyne është me shku tek persona cilë shkrujnë hajmali, që në fakt ata e paraqesin veten si njerëz dishëm ose si hoxhëllor, ose bro paksoj fshehen, mirë po faktikisht ai veç ta rëndën gjendjen ty, duke shkruar hajmalin, ka se kjo e cënën tauhidin tanë, e cënën lidhjen me Allahun azza wa jall, sepse në toj botë shirk Allahut subhanahu wa taala. Sepse fillon personi mbështetet hajmalisë. Edhe përderisa e ka me vete, e një veten të sigurt. E kjo bjen desh me mbështetjen e Allahut azza wa jall. Nga se muslimoni duhet me mbështet Allahut subhanahu wa taala, edhe jo hajmalive. E dyta është me shku tek magjistarët dhe tek fallxhurët, për cilën ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është me kërku ndihmë tek varret, Allah na rujt, ose edhe tek tyrbet. Pra me shku tek varret me kërku ndihmë dikujt, për cilën thuhet për shembull që ka qenë njëri mirë të menu, që ai mundet me ndihmu ty edhe me ta largu sehrin ty. Kjo bjen des edhe është shirk, edhe është ortakri ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga se lutja i përket veç Allahut subhanahu wa taala, edhe shërimi kërkohet veç prej Allahut azza wa jall, jo prej varrit, as tek tyrbja, tek vende ku është një person i caktuar sipas tyne që ka qenë prej evlijove të Allahut, edhe tash me shku aty në tyrbe, ose me lampore, ose me qenë një dhuratë caktume, e kështu me radhë, dhe me menu që tash ti kimu shëru prej sehrit. Edhe kjo është ndalume. Metodë tjetër e cila është ndalume është me përdor gjona të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhis salam. Qysh është vejra, për shembull, që e përmenden me përdor çdo mëngjes, ose ushqime të cilat i ka ndaluar Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi alayhis salam, nga se Allahu subhanahu wa taala nuk i ka lënë shërimin në sene dhe në gjona të cilat ai ka ndaluar. Edhe ndalohet ato me i përdor. Metodë tjetër që ndalohet për me u shëru prej sehrit është edhe tymosja për thirrjen e gjinëve. Pra ka shumë magjistarë ose fallxhor cilët e djegin ose shkrin diçka të caktuar, edhe të mulojnë ty me timin asoj gjone të menu që tash ti ki mu liru për ndjenjave të këqija, ki mu liru për ndjenjave negative, ki me posit e më të mirë kështë mëro. Edhe kjo është ndalume. Edhe po ashtu është ndalume çdo lloj lutje. Çdo lloj lutje në cilën ka shirk. Edhe në cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi s.a.s. Nga se njëri mundet me u mashtru me të. Mund do dikush me shut tek varri edhe vërtet mundet me u bëj më mirë. Edhe me u largu sehri. Po që shë përmendën dietor, kjo është sprovë për të. Edhe Allah e lën devijimin e vet të menu që për i me kjo varr pini më i kaktina, ose kjo tyrbe, ose kjo metode të musjes e kështu me radhë. Pro duhet me di që i loqin me e lyp veç qysh dën Allahu subhanahu wa taala,
edhe qysh ka këshillu pejgamberi sasem, edhe nëse vënohet, i loqi. Nga se ti në spru, fokti që jeni një gjendje jo të mirë, fokti që jeni ki dhimbje, fokti që nuk mundën me kon raportin familje i mirë, ose raporti me grun, nuk do me thonë që me të rëkit çdo den, nuk do me thonë që me shku dhe me morë pjesë, edhe me e qitë veten aty, ku Allahu edhe pejgamberi ti sallallahu alaihi wasallam nuk kanë këshillu për ta. E lusëm Allahun azza wa jall që me na bë dobi pe kreta aso që kena përmend, e lusëm Allahun azza wa jall na mësu me kuptu çka është sehri, me kuptim sakt, cilat janë metodat për më mbrojt për ti që kena përmend me na bë dobi, cilat janë shenjat e personit, edhe me lyp i loqin sa herë që dënë Allah subhanahu wa taala dhe sprovojët muslimonët me diçka tillë, me e lyp, veç ashtu siç është i kënaqur Allahu, edhe çysh ka këshillu pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam.